Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma. Atëherë, ju kërkoj ndjes, por më ndodhi diçka sepse po lidhja autopolantin me pjesën e telefonit dhe unë shtypa okej dhe më nxori direkt nga live, okej, ndjes. Por nga që po bëja këtë lidhje dhe normalisht me teknologjinë, u duhej që të ndodhte. Atëherë, siç po thonim, po e fillojmë dhe një herë. Të hëngrën me sy, jo, Rud, ishte pjesa që po mundoja që të lidhja autopolantin me Bluetoothin. Autopolantin që kur të bëja muzikën të dëgjohej dhe kisha qunin këtu që po mundot ai, unë tak shtypa okejen dhe mu shkoput. Do më thanë, më nxori direkt nga live-i, sepse bani lidhjen me telefonin që unë po flas. Okej. Atëherë vazhdojmë dhe njëherë, si që po thonim, qëfar është shpirti, po ja nisim dhe njëherë nga e para. Qëfar është shpirti, si që po thoja, shpirti është vedia jote e përjetshme. Pra, nuk është mendja, nuk është trupi, nuk është identiteti. Pra, nuk mund të identifikohemi ne me shpirt. Okay? Shpirti është ajo që ti ke qenë para se të lindësh. Është ajo që ngelet pasi që personi të vdes ose të ndrojë jetë. Tek unë është shumë mirë. Okej, super. Atëherë, si që thash, gjithçka që ne themi dhe identifikohemi pas fjalës unë jam, është shpirt, është e thënë nga shpirti. Prandaj kujdesni për shkakun me terma që i përdorim në termin negativ, pasi që unë jam. Sepse fjala unë jam do thot shpirtërore. Si që thash edhe më lartë dhe sinqerisht mua më pëlqen shumë kjo thënie, e cila përdoret pra trupi është shtëpia, mendja është mjeti, shpirti është banori. Pra vetë shpirti e zgjedh trupin, e zgjedh mendjen dhe zgjedh misionet e tij, të cilat i ka në këtë jetë dhe fillon që t'i zbatojë. Shpirti nuk lind kur. Shpirti është gjë i lindur, është gjë aktiv. Ajo që ka lind është trupi. Pra, sa herë që shpirti kërkon një trup dhe lind një fëmijë, asnjëherë nuk lindin të dy bashkë, por shpirti shkon dhe futet në trup. Nëse e keni vënë re për shembull, një grua shtatzan e kupton që është shtatzan që në javën e parë, që ka ngel shtatzan. Dhe deri në javën e 6, zemra nuk është aktive, nuk fillon të pulsoj. Atëherë kur zemra fillon të pulsoj, do thotë që shpirti ka hyrë të këtë trup. Tezja ime është të paralizuar qysh nga adoleshenca, ka përdorur gjithçka për pa sukses. A mund të ketë karma të pashlyera apo ka trashëguar atë që mund të ketë në jetët e kaluara. Atëherë, Klod, duhet dim diçka, kemi folë për pjesën e traumave. Traumat regjistrohen dhe trashëgohen. Nëse familja dhe tezja jote ka zgjedhur për shembull në këtë rast që ti shlyj disa karma dhe ti ketë aktive në jetën e saj, normalisht që po. Mënyra që ti më thua që ka përdorur gjithçka, por pa sukses, këtu tregon që po. Po, ka disa karma. Tani, a mund të shlyen karmat? Nëse ajo ka bërë një pakt me shpirtin e saj që në këtë jetë, pavarësisht gjithçkaje, do ketë sjellë që të jetë e paralizuar dhe të vazhdoj këtë ritëm, jo. Nëse ka zgjedhur që të bëj një veç shërim dhe të bëj një tranzicion pra nga paraliza në shërim, po është krejt e mundshme. Atëherë, ku qëndron shpirti, por do ndalem edhe te kjo, sepse du t'i marrë me radhë, sigurisht që secilës përgjigje që ka të bëjë me shpirtin, du t'i përgjigjem në mënyrë direkte dhe të saktë. Du që këto 9 ditë të mbyllen me një kujtesë të bukur, me një qëndrim të mirë
dhe të jeni të qartë që për këto 9 ditë pakten ta keni shijut, keni çka me tregut, keni di që keni marrë diçka dhe sinqerisht keni marrë përgjigje në radhë parë për veten tuaj. Atëherë, siç po thoja, shpirti nuk vdes kurrë. Ai thjesht zgjedh një trup tjetër, sepse sidomos kur nuk kemi në balans trup, mendje, shpirt, të cilat punojnë me njëra tjetrën, shpirti zgjedh që mos jetoj ma në harmoni me trupin, dhe trupi fillon që ta sëmur vetveten. Fillon ta injoroj vetveten, nuk i dëgjon ma të nevojat, sepse shpirti e ka bë gjak, si tu shpinë e re, tempullin e ri. Okay? Sepse shpirti, para se të ndroj jetë personi, e ka gjetur, do më thënë, misionin e tij, e ka gjetur dikën tjetër. Okay? Atëherë, si që tha dhe Rudi, kurrin shpirti në trup, kësaj pyetje do t'i përgjigjem. Atëherë, shpirti nuk është i lokalizuar diku, për shembull, nuk është se ka një vend fiks ose një organ, por ka pika ku ndjet më së shumti. Disa njerëz thonë që shpirti jonë peshon vetëm 21 gram. Pra, nëse një person kur ndron jetë e peshojmë, është 21 gram më i vogël. Okay? Disa të tjerë thonë që shpirti qëndron në gjak. Disa të tjerë thonë që zemra është shpirti. Okay? Por në realitet, shpirti nuk është se ka një vend të caktuar. Nuk është se ka një vend dhe sa herë që ne prekim për shembull dorën ose syrin ose diçka, aty ndjejmë shpirtin. Për shembull, ka pika ku janë më të forta dhe shpirti është si thush pjesëza. Shpirti është ajo energjia jonë që ne quajmë aur e para. E dyta, është ajo pjesa ku tjetri thot, unë e shikoj thot shpirtin përmes syve. Okay? Dhe nëse keni vure, për shembull, disa njerëz që kanë disa sy shumë bukur, prandaj thonë që syt janë pasqyrë e shpirtit. Disa njerëz nuk ka rëndësi ngjyra e syve, është jeshile, është blu, është e zezë apo është kafe. Por kur shikojnë, kanë disa sy shumë bukur, të cilët duken sikur her pas here janë të mbushur me lot, janë të mbushur me jetë, janë të mbushur me mister. Aty tregon se sa e fortë është energjia e shpirtit. Për shembull, një ndër portat e shpirtit është zemra. Okay? Pra, nëse keni vënë re, shumë njerëz thotë, okay, mu po më flet shpirti sepse po e ndjej me zemër. Dhe po është e vërtet, shpirti flet përmes zemrës. Ndjenja tjetër dhe pika kryesore, pra porta ku shpirti qëndron, është pjesa e kraharorit, ku ti ndjesh plot, ndjen një kënaqësi personale, ndjen një ngrohtësi brenda vetes, e ndjen që ti je plot. Edhe aty tregon që është një portë e shpirtit, është një pjesë e pranisë së tij. Shpirti është më i plot aty, pra ka pulse më shumë. Është shtylla kurrizore. Dhe kjo është një pikë shumë kyçe. Është pika më e fortë ku ndjehet shpirti. Pra pjesa shtyllës kurrizore, duke filluar që tek koka dhe deri tek pjesa e legenit, është pjesa ku ndjehet shpirti më shumë. Pse? Sepse aty ka burimin, aty ka fillin. Aty është si thush shtylla e energjisë që man balans komplet pjesën e trupit tonë. Okay? Atëherë, ju lutem, nëse keni pyetje, ju thash edhe më larg, në lidhje me shpirtin, mund t'i bëni herë pas here. Për shembull, kur njerëzit thonë e ndjejnë nga zemra, e bojnë nga zemra, kjo tregon që po i flet shpirti. U duket nga njerëz sikur po më flet diçka nga brenda, nuk e di se çfarë është, por thjesht po më flet diçka. Edhe kjo është gjuha e shpirtit. Aty ku flet shpirti, mendja nuk mundet me ndërhy. T'jeni të sigurt.
ose kur njerëzit thonë e ndjej sikur diçka po ma thot të vërtetën, por se kush, por se qysh, por se nga vjen unë nuk e di, thjesht e di. Këtu tregon që lidhja me shpirtin është ba. Kjo tregon që shpirti po e udhëzon personin. Pra po ja jep, ai thjesht nuk e din se nga vjen. Është ka Madon Gjani, Rod, po të pëlqen tema. Atëherë, pse duhet t'i japim përparësi shpirtit? Sepse duhet të ndalem edhe te kjo pjesë, pse duhet t'i japim gjithmonë përparësi shpirtit. Për shembull, një person më thot, "Okej, unë e ndjej, unë e di që kam një shpirt, por pse duhet t'i jap thot përparësi shpirtit?" Për shembull, kur jetojmë në një botë egoiste, kur jetojmë thot në një botë e cila është e mbushur me ego, me arrogancë etj. Alban, mirë mbrëma, shpirti bukur, mirë se erdhe, jam shumë e lumtur që je këtu. Atëherë, sepse mendja jonë gjithmonë ka frikë. Vetëm nga frika, sidomos frika të panjohurës, nëse ne fusim mendjen që të artikuloj ose të flas për të ardhmen, mendja ka frikë. Nuk din. Është tjetër gjë nëse fusim punë imagjinatën, për shembull, hajde ta imagjinojmë të ardhmen tonë 1, 2, 3, 5, 10 gjëna. Është tjetër gjë, aty mendja ka qef të futet, sepse i duket diçka që do e realizoj. Por, nëse e fusim si do jetë e ardhmja, që do bëjë ardhmja, mendja nuk e din. Thjesht ka frikë, nuk mundet. Nëse e fut mendjen në punë për të shkuarën, ka me bërsh me të manipulua gjbukur, sikur këto ngjarje po të ndodhin edhe tani. Pra, jep sinjal vetë ju trupit, sikur këto ngjarje po të ndodhin edhe tani në këto momente. Atëherë, egoja jonë kërkon gjithmonë kontroll. Egoja gjithmonë kërkon kontroll. Trupi shpeshherë lodhet, e shpirti gjithmonë e din, thjesht e din. Shpirti e din ku jeton, kur jeton pa mendje. Shpirti e din ku jeton mendja. Shpirti e din ku jeton e vërteta. Shpirti e din për çka e kërkon paqen. Shpirti e din edhe ku jeton stresi. Shpirti e din edhe ku jeton dyshimi. Por nëse ne japim përparësi mendjes, ne gjithmonë do ndjehemi të lodhur, do ndjehemi të stresuar, do ndjehemi ndryshe, do ndjehemi sikur nuk jemi aty ku duhet, nuk po bëjmë çka duhet. Pra, jemi gjithmonë në mungesë, kur jetojmë në harmoninë e shpirtit, thjesht ndjehemi të plot. Ndonjëherë bëjmë gjëra edhe pse s'na do shpirti, si të reagojmë. Valbona, asnjëherë nuk munda me bë diçka që nuk e don shpirti. Asnjëherë, sepse shpirti vetëtiut, për shembull, nëse ti një person nuk e ke qef, nuk e don, thjesht nuk ta don ana. Dhe vjen një moment ku ti do të bësh, zëm shembull, një të mirë për te. E di çka bësh shpirti nëse nuk e ka mision shpirti? Vetëm si që ty mos të lërë të përfundosh atë misionin tënd që ti e ke mendu, sepse ti ndoshta do t'i bësh një të mirë, po do t'ja bësh thjesht për sy e faqe. Shpirti ka me dhjetë 500 pengesa, ose kanë me t'hum ato lek, ose ka me t'i kërku dikush tjetër, ose ke për të bërë një shpenzim vetëm si mos t'ja japësh. Pra, aq inteligent është shpirti jonë, t'jeni të sigurt. Nëse shpirti para se të vinte tek ne, ka marrë karma nga jetët e kaluara dhe në jetën e tanishme përjetojmë probleme të ndryshme. A mund të hiqen dhe si ta shërojmë? Klodi po, shpirti gjithmonë merr përsipër çdo lloj gjëje e cila është e nevojshme që ai të rritet. Për shembull, në këtë jetë dikush merr që ta mësoj durimin. Dhe kush më bukur se fëmijët tonë mundën me na mësu durimin? Askush. Pra shpirti e merr përsipër që të sjell një shpirt tjetër që mund të jetë acarues
manipulues që neve të na mësoj këtë pjesë. Shpirti merr përsipër që të përjetoj tradhtin, sepse në bazë tradhtisë, nëse ai e kalon klasën, shkon nga klasa parë në të pestën. Okej? Pra, unë po flas me klasa, sepse klasat i kemi më të njohura për mendjen, por shpirti ka nivele. A mund t'i shërojmë? Sigurisht që po, gjithçka që ti kalon, gjithçka që ti vendos që ti vesh një harmoni, një gjë totale, ta pranosh, është e shëruar. Ajo duhet shëruar dhe gjithçka që ty ta caron, ty të dërgon që ti t'i japësh përparësi mendjes, gjithçka që ti mendon që të lëndon, kjo është misioni i shpirtit. Pra shpirti e ka zgjedhur që përmes saj të rritet dhe përmes saj të mësoj. Merita, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Sara, çfarë duhet të bëjmë që mos të kthehemi në programet e vjetra? Alban, që mos të kthesh tek programet e vjetra, e para jepi përparësi shpirtit me që kemi temën e shpirtit, dhe dyta, pse po e lejon veten të kthehesh? Pse po e ke nevojë? Çfarë po të mungon nga e shkuara ose tek programet e vjetra? Çfarë vesësh po mendon që nuk po heq? Pra gjithmonë këto pyetje që ti bana unë shenoj dhe do e qesh përfundimin. Nëse ka diçka në të shkuarën tënde në të cilën ti po e gulmon, aty fiks do më thanë shpirti të kthen, sepse thot, okej, diçka se ke riparu, diçka se ke bë mirë. Ndiq kurset e Sarës Albani është zheni, Albani është djalë artist, sinqerisht të them me plot gojë. Pastaj ti e din Ruth, Artani, ky Albani bën edhe reiki. Përmenda çka s'duhet. Okej. Pra si që po e thoja, gjithmonë mendja jon jeton, nëse ne ndjekim mendjen, ta dini që mendja jon gjithmonë është në stres, është në lodhje, është në luftë. Nuk mundet me jetu mendja bashkë me shpirtin. Okej? Sepse mendja nga njëherë fillon të ndjek egon, fillon të ndjek nevojat e saja, pra kur them nevojat, nevoja për shembull për veshje, nevoja për të duk, nevoja për të patur sa më shumë, nevoja për të qenë dikushi, nevoja unë dhe s'ka, kjo është mendja. Ndërsa shpirti gjithmonë ka besim, i jep drejtim gjithçkaje, i jep kuptim gjithçkaje. Cila është mënyra më e mirë për të kuptuar çfarë do të na thotë shpirti e jo mendja? Atëherë, Merit, çfarë po na thot shpirti? E thash edhe më lart, ndoshta nuk ishe këtu, është pjesa ku ti i ndjen gjanat. E bën me zemër diçka. Nëse ne gjithçka që mund të bëjmë, po gjithçka, edhe një fjalë të mirë, për shembull nëse ja thoni personit, por nëse ti fut mendjen, mendja thot, okej, lëvdoje ti Rudin tani, po marr shembull Rudin me që e njoh këtu, lëvdoje ti Rudin dhe thuj fjalë të mira për Rudin, sepse nesër Rudi ka me ta kthy ty. Këtu është mendja. Por nëse ty nuk tanin, nëse ti flet mira po keq për Rudin, por ti thjesht don me bë më të mirën, don me ngrit, do me fol mirë për shembull për Rudin, dhe nuk tanin nëse Rudi ta kthen apo jo, këtu është shpirti. Këtu është duke fol shpirti. Se nuk ka tjetër rrugë. Ke të drejtë Rudina, sepse gjithmonë ka gjëra, kam gjetë qetësinë tek mësimet e mira të kursit të Sarës. Faleminderit Alban. Faleminderit Alban. Do jesh edhe te kursi tjetër, patjetër. Atëherë, shpirti sheh pamje të mëdha. Faleminderit ty Merita, jo vetëm momentet. Shpirti nuk jeton vetëm për sy e faqe. Shpirti nuk mundet me thanë vetëm okej, kjo gjaja e vogël, kjo këtej, kjo është e mirë, kjo s'është e mirë. Shpirti shet gjana të mëdhaja, shpirti është, do më thanë, në haren e tij.
në qëndrimin e tij, në manifestimet e veta. A manifeston shpirti? Po, manifeston shpirti, manifeston gjithmonë. Por çka manifeston? Jo, nuk manifeston as makinë, as shtëpi, as lek, as punë, as rrogë. Shpirti manifeston paqen, manifeston dashurinë, manifeston respektin, manifeston njerëz të cilët të japin dorën dhe të nxjerrin sipër. Manifeston njerëz në të cilën ti do mësosh diçka, në të cilët i japin një kujtim mirëqenies tënde, shpirtërore, jo fizike. Shpirti nuk mundet me manifestu një hund të bukur, ose një vesh të vogël, ose një trup perfekt. Shpirtit nuk i intereson nëse ti je 200 kilesh apo je 50 kile. Për shpirtin është e njëjta gjë. Shpirti manifeston vetëm copëzat e tij, pra mundohet të mbledh ato copëzat e tij që të ndjetë sa më i plot. Që përjetimin se cilin nga ne ta kemi të plot. Sa përgjigje kuptim plot na jep e dashur, faleminderit Valbona. Pra, shpirti nuk manifeston gjëra toksore sepse nuk i interesojnë fare. Okej? Shpirti manifeston vetëm ato çka atë e rrisin. Për shembull, a manifeston shpirti disa njerëz të cilët na japin disa mësime të forta, disa mësime të mira? Po, i manifeston. Sepse duke patur njerëz të tillë dhe duke ardhur njerëz të tillë, ai rritet në nivel. Okej? Shpirti manifeston nganjëherë edhe këto nevojat për grindje të vogla, për të përjetu, do me thanë që vetë ju t'ja mësoj dhe shpirtit dhe trupit, që trupi jo të krijoj imunitet ndaj bullizimit. Sepse vetë ju, shpirti e kërkon këtë pjesë, që trupi të ndjet i bullizuar. Jo sepse shpirti don, por sepse shpirtin e rrit në nivel. A mundet që shpirti të marrë një trup të sëmur? Po, absolutisht që po, e merr përsipër, sepse është misioni i tij, dhe nëse një person sa do i smur le të jetë, nëse fillon të balancoj trup, mendje, shpirt, shpirti i bën aq mrekulli, i jep aq përparësi vetës, sa e ngre, përveç se ngre personin, e shëron fizikisht. Sepse shpirti atë don. Shpirti don vetëm me shkëlqy. Si ta ndjejmë më shumë shpirtin? Shpirti manifeston gjendjen, po Vjollca, shumë e drejtë kjo. Si ta ndjejmë më shumë shpirtin, thot Valbona? Shpirti, si që thash, flet përmes gjendjes tonë emocionale. Pra, nëse ti e ndjen sikur po të flet diçka nga brenda, sikur ti e din një përgjigje, edhe pse nuk e din nga terdhi, çfarë terdhi, pse terdhi, këtu duhet ta kuptosh që është shpirti. Nëse ti e ndjen diçka me zemër, do të bësh një të mirë, do të japësh dikujt diçka, do të jesh vetvetja, do të punosh me veten, do me meditu, dhe ti thjesht e ndjen tek zemra, tek pjesa krahëroret. Sepse këto janë portat ku shpirti ndjet më shumë. Pra, tek gjendja jone krahërorit, tek zemra dhe tek shtylla kryesore. Këto janë 3 pikat kryesore ku ndjet shpirti. Duhet ndalem edhe tek pika e 4, e cila është çakra e kurorës. Dhe është shumë e rëndësishme sepse përmes çakrës kurorës ne bëjmë lidhjen me burimin. Bëjmë lidhjen me veten tonë të lartë. Dhe marrim informacione prap më shumë. Nëse ne kemi arrit, për shembull, të hapim çakrën e zemrës. Nëse ne kemi arrit ta ndjejmë komplet shtyllën kurrizore kur meditojmë. Pra, meditojmë dhe gjaja parë që ne ndjejmë është shtylla kurrizore, ose për personat të cilët kanë hap kundalinin, dhe gjithashtu kanë hap çakrën e kurorës, këto lloj personash arrin të të njohin ty me kilometra dhe thjesht duke i shkruar
e din se qa tipi je dhe qa personi je. Okej? Pse? Sepse përveç se kanë mbledh sobzat e shpirtit të tyre, përveç se janë bën një me shpirtin, por marrin informacione nga vetja e tyre e lartë, pra nga shpirti suprem. Sepse secili nga ne, përveç këtij, ne kena marrë një pjesë të shpirtit. Pra, në këtë botë fizike ku ne jemi, mund të marrim 40%, 60%, 80%. 100% që nuk e marrim kur. 100% që jonë e shpirtit është tek burimi, tek universi ose tek Zoti, si që quajmë ne. Pra është atje. Zam shembull kena marrë 40%. 60% e jona është në dimensione paralele. Okej? Prandaj duhet të kuptoni që ne asnjëherë nuk jena të plotë. Tani, lind pyetja, nëse shpirti jon ka dhe dimensione paralele, a mund të punojmë ne me këto dimensione paralele dhe ti marrim këto copza shpirtit ti manifestojmë këtu? Po, mundesh. Absolutisht që po. Për shembull, ndoshta e keni ngjuar si teori pjesën e dimensioneve paralele. Tek dimensioni paralel nuk është se ty të vinë mendimet kot. Për shembull, nëse tek një dimension tjetër paralel, ti je bën një gazetar. Këtu të lind pyetja, ore, pse nuk jam bë gazetarun? E kam dëshirë, pse nuk vazhdoj në shkollë? Pra dine që shpirti në një dimension tjetër po e përjeton atë gjë. Ose, nëse ti në një dimension tjetër me të njëjtën copë shpirtit, ti ke ble një shtëpi shumë bukur. Shpirti këtu, edhe nëse ti nuk e ke mundësin, fillon të ta jap si ide, pse mos ta kesh një shtëpi. Një shtëpi të bukur për shembull. Dhe ti thu, ore si merdi ky mendim, unë nuk i kam mundësit, ose nuk e di çka po bëj me jetën time. Po, sepse shpirti atje po e përjeton. Dhe ty po t'jep sinjale, ty po t'jep disa dëshira, sepse shpirti është i lidhur si këtu, si në dimensionin paralel, si tek burimi. Pra ka 3 nivelet. Okej? Prandaj shumë njerëz thonë për shembull, sidomos njerëzit kur bojnë projektime astrale, ose bojnë shkëputje nga shpirti, nga trupi, m'falni. Kur bojnë shkëputje nga trupi dhe thot, dola thot në re, pash diçka, shkova thot në han, shkova nyje, pash këte, pash ate, por asnjëherë nuk shkon te burimi. Ka shku vetëm tek disa dimensione që po jeton vetja e tij tjetër, e dimensionit paralel. Ndërsa, kur ne bëjmë një shkëputje nga trupi, bëjmë një shkëputje nga trupi, dhe kalojmë direkt tek burimi, si që bën Theta Healing për shembull, aty ne marrim akoma më shumë informacione, se jemi direkt tek burimi, marrim informacione çfarë po ndodh me jetën tonë, kush jemi ne, dhe çfarë po ndodh me pjesën tjetër të shpirtit. Okej? Atëherë të lexoj pak pyetjet. Okej, Valbonës ju përgjigja, shumë e vërtet shpirti im të ka thirrur këtë javë për disa pyetje që kisha. Faleminderit për gjithçka që ndajnë. Pierina, shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që e thash edhe në fillim të live-it, jam shumë e lumtur që secili nga ju po merr disa përgjigje që ndoshta më përpara si ka marrë ose thjesht i ka patur pikë pyetje në veten e tij. Sara, ti je mentorja e vetme, se flet të vërtetën edhe je shumë e përgatitur. Shumë faleminderit Alban, të dua. Sara, në këtë kohë që shumë njerëz po merren me veten e tyre, është zgjedhje e shpirtit të secilit apo edhe koha e aktivizon këtë lloj gjendje në tokë. Atëherë, duke qenë që në 2013 në Rut janë rrit frekuencat e tokës dhe nuk jemi më në dimensionin 4, por quhemi në frekuencat e dimensionit 5.
A kemi hyrë në dimensionin 5? Disa po, disa jo. Si mund ta kuptojmë që kemi hyrë në dimensionin 5? Disa njerëz që nuk janë paka shumë me ne fregis për shumë gjëra të botës, për shembull për pasurinë, për pamjen e jashtme, janë me ne fregis për pjesën se si interpretojnë të tjerë gjërat. Pra, këto tregojnë që deri në një farë niveli ky person ka kaluar në dimensionin 5. Okej? Tani, shumë njerëz po merren thotë dhe është zgjidhje shpirtit apo e frekuencave. Jo, frekuencat mund t'i rrisin zhvillimin, inteligjencën çdo kujt. Pra, edhe një personi të cilit mund të jetë në dimensionin e 3 ose e 4 ose në nivel shpirtëror kaq poshtë mund t'i arrisin, është krejt normale. Por dhe këtu dua ta lidh me pjesën e Krishtit kur tha shumë janë të thirrur por pak janë të zgjedhur. Rruga shpirtërore shumë njerëz mund ta fillojnë dhe shumë njerëz ndalojnë në një pikë. Pse? Disa njerëz kërkojnë për shembull që thjesht të meditojnë që të qetësohen për momentin. Është okej. Është shumë okej kjo pjesë. Disa të tjerë kërkojnë thjesht një lloj teknike sa të dalin nga gjendja e ankthit apo stresit. Prapë është okej, kaq ka dëshiru, kaq i mjafton. Ndërsa janë disa special, dhe them me bindje të plot janë shumë special, janë pikërisht ato të zgjedhurit, të cilët nga një teknik shkojnë te një tjetër. Nga një teknik hidhen tek një tjetër, nga një mësim shkojnë tek një tjetër, derisa e gjejnë dhe kalojnë tek vetshërimi. Kur kalojnë tek vetshërimi, tek vet manifestimi, kur e realizojnë domethënë trupin e tyre, mendjen e tyre, ndjen të plot, aty kërkojnë me ndihmë edhe të tjerë dhe janë shumë gati. Pra, rruga shpirtërore është për gjithë, si fillim është për gjithë. Por është si puna e kurseve, Rud. Për shembull, disa njerëz e kanë shumë qejf që ta mësojnë reikin dhe zgjedhin dhe preferojnë me mësu vetëm nivelin e parë. Okej? Pra, mund të jenë 10 veta te kursi nivelit të parë. Tek niveli 2 mund vinë 5. Tek niveli master, që bën master teacher, mund të jenë vetëm 2 ose 1, ose maksimumi 3. E shikon se si shkon numri duke ul, e njëjta gjë ndodh edhe me persona të cilët sepse varet se çfarë po kërkojnë, varet se kuj po japin përparësi, por nëse një shpirt e ka mision për shembull thjesht të bëj disa përjetime të vogla, të mbaroj disa punë të vetat, sepse disa shpirta e kanë si gjatë të tyre thjesht marrën më bë prindër. Dhe ato mund bëjnë shumë fëmijë, u përkushtohen vetëm fëmijëve. Disa të tjerë e kanë thjesht marrën këtë botë më bë gazetar, mos më fut hiç në rrugë shpirtërore. Disa të tjerë e kanë thjesht marrën më bë poet. Pra varet se çka shpirti zgjat, jo të gjithë mund t'i aktivizojë energjia. E vërtet është, Sara e ka shpirtin e bardhë. Faleminderit Gana. Sara, unë e kryej obligimin fetar gjithherë, por e përjetoj më mirë herë, përjetoj pse më ndodh kjo, a mund të më tregosh sinqerisht? Atëherë, unë e kryej thot obligimin fetar, gjithë, por herë e përjetoj më mirë, herë përjetoj. Okej, herë e përjeton, një herë nuk e përjeton, po thua, pse më ndodh kjo? A mund të më tregosh sinqerisht? Atëherë, Valbon, sinqerisht, unë jam shumë e lumtur dhe i respektoj fort, sidomos të besimit musliman që falin 5 vaktet. Është gjë fantastike dhe e mrekullueshme që ti të kujtosh 5 herë në ditë për Zotin. Dhe këtë e bëjnë vetëm feja muslimane. Ti e kujton, e bën pra pjesën tënde. Tani, pse disa herë ti e përjeton dhe disa herë ju? Sepse, nga njerë, fillon të të bëhet edhe si barë, fillon të të bëhet edhe si ves, si rutinë. Dhe normalisht, nga njerë, për shembull trupi është i lodhën.
ose mendja është e lodhën, dhe në moment që ti bjen me bë shahadetin, ti i bie që nuk je gati, ose mund të kesh një problem të momentit i cili të bezdis, dhe normalisht që nuk e përjeton dot. Është gabim? Jo, nuk është gabim. Ti gjithsesi obligimin tat po e bën dhe po i përkushtosh kësaj gjëje. Pra ti po i tregon që ti je prezent në këtë gjë. Pse disa herë përjeton më mirë? Sepse aty ti tregon që po e bën vërtet me qef, me pasion, nuk ke lodhje, nuk ke mërzi, thjesht je në këtu dhe tani. Gjithçka që ne e bëjmë kur jemi prezent në këtu dhe tani, na duket fantastike dhe mrekullueshme. Kështu që bravo qoftë, veç vazhdoje dhe je lumtur me atë çka bën. Po në gjumë, në veç shkëputemi nga trupi dhe pse nuk jemi në djeni apo jo. Merit, se cili nga ne nuk fola për këtë lloj shkëputje faktikisht, fola për shkëputjen kur ne bëjmë me vedijet e pjesa meditimit, për shembull kur bëjmë projektime astrale ose largimin nga trupi. Por nëse ti thua kur jemi në gjumë, për shembull, pse nuk jemi në djeni? Sepse zakonisht mendja flen, ndërdia jo. Pra ndërdia, si thush, është ajo pjesa që mban të gjitha organet tona. Po shumë njerëz janë të vetëdijshëm edhe në ëndër. Për shembull, unë e komandoj ëndrrën, jam në ëndër, jam duke u trem nga diçka ose i san, pastaj ja kujtoj vetes, po unë jam në ëndër dhe mundem me myt këtë gjën, ose mundem mu largu, ose mundem me bë diçka. Sepse ja kujtoj vetes që kjo është frika ime. A mund t'i komandojmë ëndrat? Po, valla, secili nga ne e ka privilegjin, e ka aftësinë, e ka zgjuarsinë. Pse disa njerëz nuk janë të vetëdijshëm, do thuash? Nuk janë të vetëdijshëm sepse as kur han buk nuk janë të vetëdijshëm, as kur dalin xhiro nuk janë të vetëdijshëm, as kur veshin rroba si shijojnë, as kur han buk se shijojnë, as kur lindin fëmijë se shijojnë, as nuk po shijojnë asgjë, lënë mata që shijojnë edhe ëndrat, se s'bëhet llaf, Lulieta, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Atëherë, Keti, mirë mbrëma dritë. Rudi, herë pritoj, e shikon pra Valbona, sepse ta thash dhe një herë, sa herë që ti përton, do më thënë ti nuk jenë balans dhe prandaj ndodh. Ta thash dhe një herë, komplimente dhe vetëm vazhdo, jam shumë e lumtur për të gjithë njerëzit dhe do ju sugjeroja të gjithëve pa fut fen, sepse nuk na identifikon feja. Feja është diçka që na e kanë mësuar. Ne jena shpirt në trup njerëzor. Se cilit njeri po të kujtohet 5 herë në ditë për Zotin, 5 herë, nuk po kërkoj më shumë, imagjinoni se sa gjë e mrekullueshme do ishte jeta jonë. Nuk ka gjë më të bukur që ta gjejmë mundësinë dhe forcën që të jemi falendërues në gjithçka, mërë kur han buk, mërë kur la faqet, mërë kur blen një gjë të re, mërë kur vesh diçka, mërë kur krej flokët, në gjithçka, Zot falënderit. Zot falënderit që kam duar për të krej flokët. Zot faleminderit që kam një zot bukur. Zot faleminderit që trupi jem është i shëndetshëm. Zot faleminderit që ma dhe mundësinë që unë të blej një ushqim ose të blej një robë ose diçka. A ka gjë më të mrekullueshme? Ka çdo në shpirti, ka çdo. Dhe ma besoni që do bëni mrekulli me jetën tuaj. Lume, mirë mbrëma shpirt, mirë se erdhe. Detyrim, por gjithçka që kthehet në detyrim, bëhet lodhje dhe mendore. Faleminderit dritë e Zotit, faleminderit ty Valbona. Kur ndjejmë një si zë të brendshëm që na thot diçka, është zëri i shpirtit apo mund të jetë dhe loja e mendjes tonë. Albana, jo, mendja nuk flet. Por edhe shpirti pa mendje nuk mundet me fol. Okej? Kur ne jemi të kanalizuar, nëse ti dëgjon diçka dhe të duket si zë i brendshëm, pra të vjen si ndjesi, të vjen si informacion, të vjen si përvojë, është shpirti.
Mendja nuk mundet me të folë kur në botë në qetësi. Mendja nuk mundet me të folë kur në botë meditim. Mendja nuk mundet me të folë, edhe kur të folë mendja kur ti je duke hangër bukë, për shembull. Dhe në moment që ti po hanë bukë, kujtohesh, po prit se kam më shku me ble këtë gjën. Aty është të folë mendja. Okay? Se s'don me të lanë me u përqëndru. Mendja flet gjithmonë kur ne nuk jena të përqëndru. Moment që ne përqëndrohemi, e zbusim mendjen, e lam punë vetë, fusim shpirtin, aty flet vetëm shpirti. Edhe unë shpeshere komandoj ëndrën, bravo Rud, ata që veprojnë dhe munden me komandu ëndrën, ato janë master të mendjes. Sepse përmes mendjes ne hym në ëndër, sepse shpirti, nëse keni fure janë disa njerëz që thojnë nuk e maj mend thot ëndrën. Kam pa thot një ëndër, po gjallë në botë se maj mend pse? Sepse në atë moment mendja tyre thjesht nuk ka regjistru mendja. Shpirti ka kalu si përvoj, mendja nuk e ka regjistru. Është ka që thjesht. Po edhe unë që nuk shoh ëndra, Altin Bogdani më pat thënë i ke lëshu antenat dhe jo okej që nuk sheh. Por unë ndjej që ende nuk i kam lëshu antenat. Me rritë e bukur kjo, shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur për ty. Atëherë, Altini shpeshherë përdor të disa terma shumë të bukur dhe jam shumë falenderuese që ka shumë nxënës këtu dhe ma përmendin shumë shpesh. Ai për shembull i përdor të disa terma kështu, okay, i ke lëshu antenat ose këto, i fut ke pak edhe si shaka dhe mirë ja ka bë. Por tani të lëshosh antenat, për shembull njerëzit që nuk shohin ëndra, sapo ja thash edhe pjesës kur përgjigja Rudit, që është pjesa që shpirti e ka marrë si përvojë, thjesht mendja nuk ka regjistru. Pra në këtë rast, nëse ti nuk shiko ëndra, edhe Altini në këtë lloj forme mund ta ketë thënë i ke lëshu antenat, pra mendja thjesht nuk ka regjistru. Është kaq e thjesht. Është okay, shpirti e ka përjetuar gjithsesi. Ashtu mundohem çdo herë ta bëj. Valbon, bravo, ta thash dhe njerë jam e lumtur për ty, por mundohu gjithmonë që ta bësh me shpirt, ose kur ti je në qetësi, domethënë, është më mirë ta lash një vakt për shembull, pa e bë faljen dhe ta kalosh pak më vonë, por gjithsesi kur ti je qetë, sa më qetë jesh, aq më pranuese janë lutjet, aq më mirëec, aq më afër Zotit është shahadeti jote. Zot, faleminderit që çdo organ po funksionon për mrekulli. Bravo Gerta. Perfekt. Je mrekullueshme. Sara e dashur, shumë faleminderit. Pierina, shumë faleminderit dhe ti je fantastike. Qofti dritës Altin Bogdani. Amen. Ishte një nga më të mirë në Europë, i ndjeri Altin Bogdani, po lume. E vërtet. Nëse mundesh na tregosh si ndjehemi trup, mendje, shpirt. Atëherë, Valbon, trup, mendje, shpirt është trinitia. Pra, nëse njëra vendos të qaloj ose të dal nga kjo rrugë, më falni, automatikisht mund ta ndjekin edhe të tjerët. Okej? Pra, nëse shpirti nuk del kur, por nëse mendja vendos që të lëviz, e njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e trupit. Pra trupi shkon gjithmonë nga mendja, sepse lojën më të madhe të trupit e bën mendja. Okej? Dhe ku ta kuptojmë ne që jena trup, mendje, shpirt? Kur ti thjesht, duke më dëgju mu tani, duke fol, ti kanalizosh në këtë lloj forme. Dhe ti, në moment që e kanalizon energjinë, vazhdon për të fol, dhe ti nuk e din se nga të vjen dhe nuk e din se çfarë po thu, thjesht e thu. Dhe pastaj thu, wow, po sa bukur që fola unë.
Këtu tregon që shpirti po bashkëpunon edhe me trupin, por edhe me mendjen. Okej. Tani, atëherë, Lumja po thoshte Altini ishte enciklopedist. Absolutisht. Atëherë, si që kemi thënë, frika lind nga mendja, sepse mendja nuk njeh kohën. Mendja do më thënë, shpirti nuk e njeh kohën, mendja njeh kohën, mendja njeh humbjen, mendja njeh vdekjen. Dhe mendja gjithmonë e njeh vdekjen, do më thënë, si diçka negative dhe diçka të keqe. Pra për mendjen është diçka e keqe vdekja. Ndërsa shpirti nuk ka kohë, nuk ka fund, nuk humb asgjë. Shpirtit nuk i intereson nëse është gati ta lërë këtë trup, ta lërë këtë botë, nuk i intereson hiq. Sepse, si që thash edhe në fillim, ai e ka gjetë pjesën tjetër. Për shpirtin, asgjë realisht nuk humbet. Për shpirtin, ka vetëm riciklim. Prandaj, kur je lidhur me shpirtin, ti nuk ke frikë nga asgjë. Ti nuk ke frikë të veprosh, nuk ke frikë të tregosh vlerat e tua, nuk ke frikë nga fundet, nuk ke frikë të kapesh pas njerëzve, okej, unë du ta mbaj këtë sepse ky është motra, ky është vllai, ky është nona, ky është baba, ky është fëmia, nuk të intereson. Ti e din që ke ardhur vetëm si shpirt dhe do ikesh vetëm si shpirt. Nuk je i kapur pas njerëzve, nuk je i kapur pas botës materiale. Nuk të intereson. Atëherë, dua të ndalem dhe në dy pikat e tjera, për shembull, si ta kuptojmë që një shpirt është i vjetër. Tani, duke qenë si fëmijë, që fëmijë do më thënë ne e kuptojmë, e ndjejmë që një shpirt është i vjetër. Shpirtat e vjetër zakonisht njihen që fëmijë, por një shpirt i vjetër tërhiqet shumë nga heshtja. Pra janë disa fëmijë që tërhiqen shumë nga heshtja, nuk duan zhurma, nuk gëzojnë për gjëra sipërfaqësore, blej lodra, blej çka dush, nuk është se i interesojnë fort, sepse nuk e kënaqen. Shpeshherë ndjehen si të lodhur pa arsye, shpeshherë marrin energjinë e nonës dhe të babës pa arsye. Ndjehen sikur kanë qenë edhe më përpara në këtë vend, në këtë jetë, në këtë dimension. Okej? Janë empatik. Këto lloj njerëzish janë empatik. Pra shpirtat e vjetër janë empatik. E kanë mendjen kur janë të vegjël, për shembull, shpeshherë thonë kur të rritem do bëhem një shërues, do bëhem një doktor, do shëroj shumë njerëz dhe nuk e din se si do i shëroj, thjesht thot e dua. Kupton shumë thellë, edhe pse ti mund t'i thush një fjalë ose dy fjalë shumë të thjeshta, këto lloj fëmijësh kuptojnë shumë thellë. Shpeshherë ndjehen si të humbur në këtë botë, pra edhe kur shkojnë në shkollë, në kopësh, në qerdhe, ndjehen sikur janë ndryshe nga fëmijët e tjerë, nuk parazon shumë shok dhe shoqe, kanë mall për shtëpinë, i merr malli shumë shpejt kur shkojnë në shkollë ose në qerdhe ose diku, i merr malli shpejt për shtëpinë, sepse këto kanë misione jo ambicie, kanë misione të mëdhaja, kanë misione se si ti te i kalojmë këto gjana, si ti realizojmë, si ti kemi para vetës. Prandaj. Për shembull, disa mund të pyesin, okay, për shpirtin e vjetër,
edhe kemi informacione, edhe kemi dëgjuar dikën tjetër apo diçka. Tani, si ta kuptojmë për një shpirt të ri? Shpirtat e ri jetojnë shumë në ego. Pra, gjithçka rreth tyre është egoja. Reagojnë fort emocionalisht. Kërkojnë aprovime gjithmonë kërkojnë aprovime. Dua ta bëj këtë si mendon. Pra, duan gjithmonë një person brapa vetes, sepse edhe nëse duan një punë, duan me dikë që të shkojnë punë, sepse e kanë shumë të vështirë që ta vazhdojnë vetë ose t'jenë diçka. Kanë frikë nga humbjet. Kanë frikë dhe disa njerëz që janë shpirta të ri nuk e pranojnë dot humbjen. Pra, mund të ketë vdek një person shumë i afërt para 50 vjetëve dhe ato akoma se kanë pranuar humbjen. Sepse mund të jetë përvoja e parë, përvoja e dytë në këtë dimension dhe prandaj janë të lidhur shumë fort me materialen. Janë të lidhur në mënyrë automatike, duan të bëjnë pasuri, nuk u interesojnë shkollat e gjana, duan që të bëhen shumë shpejt, shumë pastër. Nuk din për to çdo gjë është e mirë, edhe nëse është e keqe. Pra, e kanë shumë të vështirë edhe që të bëjnë ndarjen. Okej. Jam në kursin e gjermanishtes, se po mësoj fjalë shumë shpejt, i harroj e s'm kujtohen kur më duhen. Valbon, është ngarkesë e trurit kjo, është shumë ngarkesë e trurit, duhet punosh pak që t'i shkarkosh mendimet, të kthesh në këtu dhe tani ta shikosh, të përqendrosh fokusin, të përqendrosh energjinë tënde, mos të merresh për shembull sepse gjatë jetës ne duam apo s'duam, trurit i shkaktojmë shumë ngarkesë. Dhe duke i shkaktuar ngarkesa ai, domethënë edhe gjëna që ti mund të mësosh edhe gjermanisht edhe shqip, fillon duke i harru. Po bëj përsëritje, prapë e njëjta më ndodh. Përsëritja është shumë e mirë, sepse të ndihmon jashtëzakonisht shumë, por mundon një herë që të shkarkosh ato ngarkesa që s'të duhen. Për shembull, gjithçka që ti mund ta kesh përjetuar si traumë, gjithçka që mund të ketë qenë e lodhshme për një farë kohe, gjithçka që lidhet me humbjet, me sakrificat, me atë kushti ke qenë, këto duhet shkarkosh të parat. Pastaj të fillosh dhe të fusësh programe të reja tek truri jon. Okej? Atëherë, si e kuptojmë që jemi të lidhur me shpirtin? Duhet të ndalem dhe te kjo pjesë. Atëherë, si ta kuptojmë ne që jemi të lidhur me shpirtin? Sepse nuk ke më nevojë të bindesh askënd. E para. Nuk ke frikë të humbasësh. Pra, ti thjesht i e gati që çfarëdo që të ndodh, thjesht le të ndodh. Ndjen qetësi edhe në stuhi, edhe në sprova, edhe në ngjarjet më të dhimbshme për mendjen, ti ndjen qetësi. Je i lidhur me intuitën. E din qartë se çka don, e din qartë se kush je dhe nuk kërkon asgjë nga jashtë. Gjithçka ti e din që është brenda teje. Ti e din se ku do shkosh, se kush je dhe kush është misioni jot. Kjo është pjesa ku ne lidhemi me shpirtin. Atëherë, du të ndalem edhe tek. Po shpirtja mund të kthehet tek e njëjta familje, po kthehet Gerta, sidomos shpirtrat të cilët kanë ndruar jetë të ri. Kanë ndruar jetë në mënyrë tragjike, për shembull në një aksident, për shembull duke lozë në shtëpi, njëri thjesht i ka rënë fik dhe ka ndruar jetë, pra ka ikë pa dëshirën e tij në një aksident rrugor, në një aksident në shtëpi, në diçka, kthehet dhe gjithmonë nëse personi ka qenë mashkull, kthehet mashkull, nëse ka qenë femër, kthehet po femër. Dhe zakonisht sqedh atë person që e ka dashur më shumë.
Për shembull, nëse zam shembull dikujt i ka vdek motra në një moshë shumë të re, persona që vdesin nga infraktet, persona që mund t'i vrasin pa faj, pa prit, pa kujtu, si themi ne, dhe personi nëse ka qenë femër dikujt i kanë vra motrën, sa po të martohet mund të një gocë. Dhe i duket sikur atë fëmijë e njeh, sikur ka jetu shumë jetë me atë fëmijë, sikur atë fëmijë e ka rrit dhe një herë. Kjo është pjesa. Unë nuk duhet të kthehem më këtu, në këtë dimension. Mundem? Jo. Jo, Mirand, nuk mundesh. Derisa ti marrësh mësime të mirë dhe të bëhesh i ndritur, i ndriquar. Sepse, si që thash, shpirti kërkon që të rritet dhe nuk mund të zgjedhësh, thjesht nuk mundesh. Derisa ti kalosh shumë mirë përvojat e tua dhe të ndjesh shumë lart. Tani, duhet të dish dhe diçka, duhet të kërkoni edhe tek pjesa e numerologjisë, mos kujtoni se janë kriju kot. Për shembull, persona që kanë numrin 9 e din që është jeta e fundit që bajnë këtë dimension. Okay? Pra, si ta kuptojmë këtë pjesë? Është pjesa ku ti bashkon ditëlindjen, datën e lindjes dhe muajin e lindjes, vitin e lindjes, e i bashkon të gjitha bashkë dhe shikon numrin e fundit. Kush është 9-ta, është përvoja fundit në këtë dimension. E dashur kur bëj dush, sa herë kontrollem të gjoksit, kam si frikë, mos kam ndonjë gjë, se di e kam këtë merak që në fillim kur vuaja nga ankthi. Okej, këte mund ta ketë regjistru mendja jote keti, por normalisht që ti duhet ta kesh dëgju diku, pra ke dëgju përvoja të tilla, ke dëgju femra të tilla, për fat keq shumë gjëra po fliten sot, po bëhen sot, po i mshohet si thush kësaj gjoje, për shembull problemi i femrave me gjoksin e njëna tjetra dhe ty thjesht është regjistru, e ke si frikë tonën. E para e dyta, bëjni dush normal, nuk ke pse kontrollohesh, nuk ke pse bën asnjë gjë. Nëse diçka është nisë për të ardhur, do vi si e peti gjoksin, si nuk e pe. Ti shikoj aty, shpresoj që kur bën dush ke edhe ndonjë pasqyrë që ta shikosh sa i bukur që është, jo se është i smur. Nëse ti vazhdon ta shikosh si i smur dhe mendon që do smuret jo njënën jo tjetrën, ti thjesht po e fuqizon. Okej? Numri 3 që do të thot? Numri 3 është Trinitia Rud. Persona që kanë numrin 3 duhet të punojnë që të balancojë trup, mendje, shpirt. Wow, unë jam 9-ta, edhe unë Luiza jam 9-ta, edhe Pjerina 9-ta, jemi me fat. Okej, nëse ka pyetje të tjera, okej, në të kundër do vazhdoj me meditimin. Meditimin sonte e kemi për lidhjen me shpirtin dhe për t'i dhënë shpirtit përparësi. Numri 8 i përket matriksit. Numri 8 është matriksi, si lart dhe poshtë, si majtas dhe djathtas. Është e njëjta energji, është e njëjta qëllim. Pra duhet që mos lidhesh fort me anën materiale. Personat që kanë numrin 8 janë shumë të lidhur me botën materiale, sepse i përket fiks matriksit këtu. Okej, a dëgjohet muzika? 2 fëmijë kam të lindur në muajin e 9. Jo, nuk ka të bëjë muajin e 9, por duhet të dish të bashkosh datën e lindjes, vitin e lindjes dhe data, muaji, viti. Dhe te kjo. Okej, rrofshurut. Unë kam pas një kisë në gjirin e djathtë, a mund të meditosh diçka, po më thua. Atëherë, nëse ke pas kisë,
Unë të sugjeroj ti që falë edhe shahadetin, vetëm që të falenderosh që tani nuk është, të falenderosh se sa i mrekullueshëm është gjoksi jot, që ka ushqy fëmijët e tu, të falenderosh se sa pamje të bukur të jep, të falenderosh që a nuk është ma, të falenderosh që gjoksi jot tani është i shëndetshëm, pra ke lloj falenderime që mund t'i bësh në mënyra të tjera. Muzika më tha Rudi që dëgjohet. Tani, sonte do kemi lidhjen e thellë me shpirtin, që t'i japim përparësi. Super. Jemi gati? Vazhdoj. Shtrijuni ose uluni në pozicionin që ju dëshironi. Merë frymë thellë, liroje ngadalë, merë sërish frymë thellë dhe liroje ngadalë. Lejoje trupin që të gjej qetësinë e tij. Lëre vetdijen tënde që të dëgjoj vetëm zërin tim. Dhe ndërkohë që vetdia largohet nga zhurmat, rolet, dhe tek ty krijohet një ndjesi e heshtje. Një ndjesi heshtjeje, në të cilën ti po përjeton një moment shumë të rëndësishëm. Imagjinoje veten tënde duke ecur në një hapësirë të gjerë, të qetë. Aty nuk ka rrugë, por ka drejtim. Me çdo hap e shkuara zbehet, identiteti bie. Mbetet vetëm thelbi. Në këtë hapësirë ti je vetëm me veten tënde. Dhe në qendër të kësaj hapësire ndodhet një dritë. Nuk është një dritë e cila mund të shikohet, por është një dritë e jashtëzakonshme e cila ndjehet. Kjo dritë të nje të mban mend, e din sepse ti je këtu. Edhe pse nuk flet gjuhën e të folurit, ajo di gjithçka për ty, dhe gjithçka bëhet e qartë. Drita ofrohet tek ty
jashtë, por nga brenda. Ajo vendoset në krahëror. Dhe kjo dritë e mbush të gjithë krahërorin tënd. Vendoset në shtyllë korrizore. Në qendër të qenies tënde. Si një vule butë e qëndrueshme, e përhershme. Nuk ka shpërthim, por vetëm vendosje. Lëshoje trupin. Lëshoj mendimet plotësisht dhe përqëndro vetëm në këtë dritë që ti ndjen. Lësho identitetin tënd. Ti nuk je trupi. Ti nuk je mendja. Ti je vetëm shpirt. Dhe tani kjo dritë e cila është vendosur në krahërorin tënd, në shtyllën korrizore dhe në qendrën e kurorës. Hyn nga maja e kokës. Dhe pastron mendjen. Qetëson nervat. Hap portën e shpirtit të lartë, i cili është i lidhur me burimin. Lejoje të zbresë në fytyrë kjo dritë, në qafë, në krahëror. Ndaloje tek zemra dhe ndjeje. Ndjeje plotësisht zemrën tënde, sepse tani do kalojmë në një nivel më të lartë, ku do bëjmë takimin me shpirtin e plot. Imagjino një version tëndin përballë teje. Një version në të cilin ti ndjehesh ndryshe,
por nuk ndjehesh trup. Ndjehesh vetëm dritë. Ai e ti. Dhe kjo vetja jote nuk flet me fjalë, flet me ndjesi. Të flet në heshtje. Të tregon se kush je ti. Të tregon se pse je këtu në këtë dimension, në këtë hapësirë. Çfarë duhet të të kujtoj ky moment? Fillo ta ndjesh. A e nje këtë dritë, këtë shpirt, këtë version tëndin? A e ke takuar ndonjëherë? A e ke lejuar veten që të përballesh me te? Afrohu ngadalë drejt këtij versioni tëndin dhe shkrihu. Shkrihu plotësisht në të. Dhe bëhu një i plot. Bëhu një i plot sepse nuk ka më ndarje unë dhe shpirti, por ka vetëm paqe, një shpirt i vetëm. Ka vetëm qenie. Qëndro këtu pa mendime. Pa pyetje. Vetëm prani. Vetëm sinqeritet. Lejoje shpirtin të të tregoj. Ndoshta jetë të kaluara që i keni kaluar së bashku. Nëse dëshirojnë që të vinë. Lejoje shpirtin të të tregoj kontrata shpirtërore. Me të cilin keni dashur t'i bëni së bashku. Lejoje shpirtin të të tregoj misionin për të cilin
keni ardhur në këtë jetë. Çfarëdo që të është shfaqur, qoftë jetë e kaluar, kontrata shpirtërore, apo misione, mos i analizo, vetëm shiko dhe ndjej. Dhe mbaje këtë lidhje me shpirtin edhe në trup. Lejoje që shpirti të ndjehet i plot dhe ta mbuloj të gjithë trupin tënd. Lejoje që çdo mesazh që more, çdo përjetim që ndjeve, ta integrosh në trup fizik. Ndjeje trupin, se si çdo organ, çdo molekul, çdo nerv pulson në një ritëm të barabartë. Ndjeje se si frymarrja jote është shëruese. Se si frymarrja jote është e qetë dhe zemra ndjehet plotësisht. Zemra jote ka ritmin e shpirtit. Dhe në këtë moment është e hapur dhe e plot.
thuj për jetimin tënë, se ti ke për jetime të bukura. Syti kam me lotë super. Kjo të regon që këte meditime ke integruar, e ke pranu. Je fantastike, faleminderit të tua pa fund. Dorina sigurisht do ruhet, dje kam hedhë dhe natën e dytë të këtij trajnime, por do hidhen të gjitha në YouTube. Faleminderit ty, Rodina. Meditim perfekt edhe zanin e ke shëruar Sara, faleminderit shumë, faleminderit ty Albatros. Sa mirë jam dje në këtë meditim, faleminderit ty Valbona. Pa ta hapje goje goxha, super rot, e ke integru, e ke leju që të ndodh. Lumja thotë ndjeva shumë shpirtin tim, u bëra një me shpirtin dhe komunikova, wow. Bravo Lume! Bravo, nuk ta kam merakun ty se di që je zhiv. Dorina, faleminderit shumë. Iliriane, faleminderit shumë. Pirina, faleminderit ty. Sheradin, faleminderit mrekulluese, thot shumë faleminderit Sara, faleminderit ty. Jam shumë e lumtur që je këtu. Miranda, shumë faleminderit. Luiza, shpim në gjoks dhe vibrim në të gjithë trupin. Atëherë, shpimi në gjoks të regon që nuk e kemi leju që të depërtoj tek zemra aq sa duhet, pra mund të kesh ca mbetje ose ca meraqe të vogla, por me që është vibrimi në trup, perfekt, super. Marieta, faleminderit ty. Atëherë Gania thot, faleminderit Sara, muzika ishte super, besoj Gana. Ibadete, faleminderit shumë. Fantazi, okej, super, edhe në këtë momente jam plot emocion, super Lume, jam shumë e lumtur për ty, e di që ti je zhiv të kjo pjesë. Tani, si që kemi thënë, kjo është nata e fundit, ku kemi takimin së bashku, sigurisht në gjatë javës do kemi edhe live të tjera, ku do kemi takimin, do kemi një temë të caktuar, temën dëshiroj që ta vendos tek story Instagramit dhe do zgjedh një temë të caktuar që ju dëshironi që ta kemi bashkë bisedim, sepse kur është bashkë bisedim, her pas here na dalin disa gjëra shumë të bukura dhe disa përgjigje që mund të jenë për shumicën nga ju. Kështu që sonte është, ju falenderoj pafund secilin nga ju. E kam thënë që me datën 28 do filloj me vetë hipnozën, kush dëshiron që ta marr si trajnim. Tek vetë hipnoza do mësoni se si të vetë hipnotizoni veten tuaj dhe të jeni më prezent. Pra me datën 28 janar do filloj me vetë hipnozën. Me datën 25 janar kemi nivelin e parë të reikit. Për të gjithë ata që dëshirojnë të veçërohen, të bëjnë edhe për të tjerët, jo vetëm të shërojnë veten e tyre, por të shërojnë edhe të tjerët, të punojnë me bioenergji, të aktivizojnë bioenergjin e para tek trupi tyre, pastaj tek të tjerët, do filloj me datën 25 janar. Për të gjithë ata që janë të interesuar, numri im është tek profili im dhe mund të më shkruajnë. Dërsa për të gjithë ata që dëshirojnë që të mësojnë vetë hipnozën, e njëjta gjë është, filloj me datën 28. Atëherë,
në YouTube do jetë ky meditim patjetër lume, edhe meditimi edhe live-i do jenë edhe në YouTube. Faleminderit ty, je mrekullueshme. Faleminderit ty, Iliriana, dhe ti je mrekullueshme dhe fantastike. Sa ditë gjatë trajnimi me vetë hipnoz, Albatros gjatë 7 ditë, jemi 7 net live së bashku, do më thënë në grup privat, ku do ketë edhe shpjegim, por edhe praktik në të njëjtën kohë. Pra gjithmonë do zgjedhen 2 persona që të mësojnë teknikat e vetë hipnozës, pra si bëhet, sepse duke e keni parasysh për shembull ne mund ta lexojmë një person tjetër ose mund ta hipnotizojmë ose mund të shikojmë shumë gjëra të bukura tek një person tjetër jashtë nesh, ndërsa tek vetja e kemi pak të vështirë. E njëjta gjë ndodh kur ne arrijmë që të vetë hipnotizojmë veten dhe ta vendosim veten tonë në gjendje meditative, e kemi shumë më të lehtë tek të tjerët. Sara, është një zgjedhje shumë e bukur nga ana jote që ti shtjellon vetëm një temë dhe nuk i përzien temat. Faleminderit. Rud, jam mundu sinqerisht që në botën spirituale zakonisht ka shumë tema interesante. Deri tani kam vendosur që shumë tema edhe mos t'i bisedoj, sepse nuk e di nëse njerëzit janë gati, ose nëse njerëzit janë në të njëjtin nivel sa dëshirojnë edhe t'i dëgjojnë, sepse shumë njerëz edhe kanë frikë. Por, duke punu me shumë njerëz me të cilët kanë arrit një nivel shumë të lartë shpirtëror, kanë arrit të ndjejnë energjinë e tyre, ta kanalizojnë, kanë arrit të mësojnë bioenergji të ndryshme, tani kam vendosur që të jem komplet transparente në çdo temë që do bëj. Atëherë, siç e thash, kush është i interesuar mund të shkruaj dhe takojmë gjithashtu një javë, do kemi edhe live të ndryshme, tema të ndryshme ku do ndalemi në një temë, do bisedojmë për atë temë. Temat do jenë gjithmonë në bashkëpunim me juve. Gjithsesi, gjatë javës edhe do ju njoftoj kur do jetë takimi i radhës dhe tema, pra tema që do zgjidhet. Më pëlqen shumë që secili nga ju të jetë i angazhuar ose të kërkojë një temë që dëshiron, sepse disa tema janë bërë edhe shumë monotone, sepse paka shumë të gjithë po kërkojnë, si thush, fëmiu i brendshëm, si të meditojmë, adin janë disa gjana që duke dëgju Sarën, duke dëgju tjetrin, fillon edhe koka të lodhet, sinqerisht, edhe nganjëherë të duken sikur, unë i kam dëgju për shembull tek X person, tani po i përsërit kjo, është e njëjta gjë dhe nuk është se duket diçka interesante, por duhet të dini diçka, secili flet nga përvoja e tyre. Sa më i vetëdijsuar të jetë një person, dhe këtu nuk e kam fjallën të flas për zhvillimin personal. Duhet të dini diçka, zhvillimi personal dhe zhvillimi shpirtëror është i njëjti drejtim, por i degëzuar. Pra, njëra të qenë djathtas, tjetra të qenë majtas. Nuk mund të shkojnë të dyja bashkë. Asnjëherë, për mua. Mendimi im personal. Pse? Sepse tek zhvillimi personal ti futesh gjithmonë më thellë. Kërkon gjithmonë të panjohurën, kërkon të mësosh fuqinë tënde, energjinë tënde, veçërimin tënd, ndërsa tek zhvillimi personal janë shumë gjëra sipërfaqësore. Janë shumë gjëra të prekshme. Kush është këtu, jam e bindur që të gjithë janë gati për të dëgjuar këtë tema. Absolutisht, Rud. Të gjithë besoj që jemi gati. Unë jam e interesuar për kursin e vetë hipnozës. Patjetër, Klodi, mund të më shkruash në privat, siç e thash tek profili im është edhe numri i WhatsAppit, dhe për më shumë informacione mund të pyesësh aty. Atëherë, ju dua fort, ju falenderoj fort që ishit këtu. Do takohemi, do shifemi. Jam shumë e lumtur për secilin nga ju dhe ju falenderoj përzemërsisht që keni gjetë kohë, dëshirë dhe keni qenë këtu. Natën e mirë, Iliriane, Zoti të bekoftë edhe ty familjarisht me çka ke për zemër. Natën e mirë të gjithëve, ju dua fort,
Fjeç i rehat dhe gjumë të ëmbël. Rut, faleminderit ty që je këtu. Natën e mirë, Klod natën.